Unë quhem Vladimir Shaban Mema, në lindur dhe rritur në Berat. Tani jemi pensionist. Babai im ka qenë partizan i brigadës 7 sulmuese. Lapidari Antonio Gramsci është ndërtuar një prevjetor të çlirimit të atë dheu dhe qytetit të Beratit, për të nderuar dhe të respektuar luftën nacionale çlirimtare dhe luftën që kanë bërë partizanët e brigadës së 7, si dhe partizanët e batalionit Antonio Gramsci, të cilit ishin inkuadruar në Ushtrinë Nacionale Çlirimtare pas vitit 1943. Batalioni Antonio Gramsci kishte rëndësi për arsye se ushtarët italian, të cilët pas kapitullimit të Italisë fashiste ju bashkuan luftës nacionale çlirimtare, ata dhanë një kontribut të veçantë dhe të çmuar në luftë për çlirimin e Shqipërisë. Batalioni Antonio Gramsci fillimisht u inauguruar në brigadën e parë sulmuese, por në qytetin e Beratit, pasi qyteti i Beratit ka pasur një garnizon të fuqishëm italian, pas kapitullimit të tyre, pjesa dërmuese e tyre ikën, kurse një pjesë që ishin nacionalist dhe idealist, qëndruan në qytetin e Beratit dhe ju bashkuan forcave partizane të brigadës 7 sulmuese që vepronte në qarkun e Beratit. Lufta nacionale çlirimtare, sipas kohimeve të babait tim, ka qenë epopeja më e lavdishme e popullit shqiptar në atë fund shekullit të 20. Populli shqiptar në një zgjedhje dhe një pushtim, qoftë italian dhe qoftë gjerman, pësoi humbje të konsiderueshme në njerëz dhe teknik. Kurse populli i cili u bashkua luftës nacionale çlirimtare në udhëheqjen e Partisë Komuniste, populli shqiptar në udhëheqjen e krye, u bashkua rezistencës. Qyteti i Beratit pati pjesëmarrje të madhe në luftën nacionale çlirimtare për arsye se në qytetin e Beratit u krijuan 5 batalione sulmuese, u krijua brigada 7 sulmuese, u krijua brigada e 16 në Serepel. Për arsye se kjo krahin, siç e tregon dhe historia, ka qenë liridashse dhe ka marrë pjesë vazhdimisht në luftra për çlirim shoqëror dhe adhetar. Italianët bashkëpunuan me forcat tona partizane për arsye se në udhëheqjen e formacioneve partizane të Ushtrisë Nacionale Çlirimtare kishte kuadra oficera që kishin mbaruar akademinë në Itali. Dhe ata ishin udhëheqës kryesorë të batalioneve dhe të brigadave, kishin fatin e mirë që dinin gjuhën italishte dhe ata u miqësuan dhe u inauguruan me forcat partizane dhe sidomos me qytetarët italianë që u rreshtuan në formacionet tona partizane. Berati, si shpriti e brejt, të luftës dytëbotore ka pritur dhe shumë italian dhe në shtëpitë e beratasve, sidomos në lagjen Kala, në lagjen Jan Ivruo, në lagjen Gornis, janë strehuar shumë ushtarë italian, si ata ushtarë që ishin të shëndoshtë dhe merrin pjesë në luftë, si edhe ushtarët italian që janë plagosur dhe kanë qëndruar në shtëpitë e qytetarëve të Beratës, të cilët i kanë mjekuar, i kanë ushqyer dhe i kanë edhe shmathur dhe i kanë bërë gati që ata të marrin pjesë përsëri në luftën nacionale çlirimtare dhe në formacionet e tyre partizane.